الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar hoxhallar, të dashur prindër dhe të respektuar mysafir, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë, ku jemi mbledhur për të shënuar përfundimin e hatmit së Kuranit. Sot zemrat tona janë të mbushura me gëzim dhe mirënjohje, sepse me ndihmën e Allahut arritëm ta përfundojmë leximin dhe mësimin e librit të Tij të shenjtë. Në këtë çast të bukur dëshirojmë të shprehim falënderimin tona në të sinqerta për mualimin ton, magjistër Arjan Arulaj, i cili me përkushtim, durim dhe kujdes na udhëzoi gjatë këtij rrugtimi. Falënderit dhe mësimeve të tij. Ne sot po e përjetojmë këtë gëzim. Gjithashtu falenderojmë prindrit tanë dhe të gjithë ata që na mbështeten dhe na qëndruan pranë. Lutim Allahun që të shpërblen mualimin ton dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë rrugë dhe që Kurani të mbetë gjithmonë dritë në zemrat tona dhe urrëfirës në jetën tonë. Pasi u lexua sheri, Anesi të na tregoi për vlerën e diturisë që është shumë e rëndësishme dhe mësuam 4 vite në mekteb. Vlera e diturisë. Në një shpallje parë që dha Muhamedi a.s. ishte lexo, ikra. Kjo tregon se Islami fillon me dije. Në dije ngritin njeriu në gradë të lartë. Allahu në Kur'an thot: Allahu i
Biblia letëson rrugën ata që kanë dije dhe ata që besojnë. Në dietarët kanë rrugë drejt xhenetit. Profeti Muhammed ka thënë: kush ndjek për të kërkuar dije, Allahu i lehtëson rrugën. Pas verës të ditërisë tani do të tregojmë për vlerën e prindërve. Vlera e prindërve në Islam është shumë e madhe dhe konsiderohet si një nga detyrat më të rëndësishme për çdo besimtar. Në Kur'an, Allahu tregon se pas adhurimit ndaj Tij njeriu duhet të sillet me respekt dhe mirësi ndaj prindërve. Kjo tregon se pozita e tyre është shumë e rëndësishme në jetën e një muslimani. Tani do të fillojmë me hyrjen e sharteve, zana duke na futur në bazat e fesë. Feja islame ka 33 kushte bazë. Për së pari duhet të dimë se Zoti ynë është Allahu xhaleshanuhu, feja jonë është Islami, libri ynë është Kurani, pejgamberi ynë është Muhamedi alayhis salam. Jemi pasardhës të Ademit alayhis salam, pra jemi musliman, elhamdulillah. 5 kushtet e Islamit ku do të flas Edi, 6 kushtet e besimit janë besimi në Allahu xhaleshanuhu, besimi në librat e Allahut, besimi në pejgamberët e Allahut, besimi në librat e Allahut, besimi në kader dhe kaderin e Allahut, besimi në ringjalljen pas vdekjes tek Allahu. 4 kushtet e abdesit janë larja e fytyrës, larja e duarve deri mbi bërim, fërkimi i kokës mes, larja e këmbëve deri mbi mije. 3 kushtet e guslit janë shpërlarja e gojës, shpërlarja e hunës dhe larja e trupit. 3 kushtet e temumit janë bërja e niyetit, lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës, lëshimi i shuplakave në dhe të pastër, me dorën e majtë fërkojmë të djathtën, me të djathtën fërkojmë të majtën deri mbi bërim vetëm një herë. 12 kushtet e namaz ndahen në 6 kushte para se të hyjmë në namaz dhe 6 kushte pas hyjmë në namaz. 6 kushte para se të hyjmë në namaz janë marrja abdesit, të jetë i pasur trupi, rroba dhe vendi ku do të falemi, të mbullohet aureti, drejtimi ka kibla, namazit të kryer në kohë të caktuar dhe bërja e niyetit. 6 kushte pasi të hyjmë në namaz janë tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, rënja në ruku, rënja në sejdë dhe qëndrimi ulur në fund të namazit. Pas hyrjes të sharteve, tani Ami fillon me leximin e Asherit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Tash fillojmë me pjesën e fundit të sharteve. Këtë mësëmiri do na recitoj Ardi. Në Kur'an janë të përmendur 28 pejgamber, ato janë Ademi, Idrisi, Nuhi, Hudi, Salih, Ibrahimi, Luti, Ismaili, Isaku, Jakubi, Yusufi, Shuaibi, Ejubi, Dhulkufli, Musa, Haruni, Davudi, Ilyasi, Elisai, Yunusi, Zekria, Yahya, Isai, Uzeri, Lukmani, Dhulkameni dhe Muhamedi alayhis salam. Pas pejgamberëve janë edhe 4 libra të mëdhenj, ato janë Taurati që i zripi Musait alayhis salam, Zeburi që i zripi Davudit alayhis salam, Injili që i zripi Isait alayhis salam dhe Kur'ani që i zripi Muhamedit alayhis salam. Pas librave janë edhe 4 melekët e mëdhenj, ato janë Gjebraili sjell shpatjet, Mekaili sjell riskun, Azraili me shpirtët dhe Israfili frymësurët ditën e Kiametit dhe ringjalljes. Pasi Ami na tregoi për përfundimin e sharteve, Driloni do na tregoj për
Sadakaja është një vepër e mirë e fenë islame që në kupton dhe një ndihme për të tjerët për hir të Zotit. Kjo ndihme mund të jetë grupi i parë, dhënie barash për të varfërit, grupi i dytë, ushqim ose roba për të varfërit, grupi i tretë, usqeshja apo fjalë e mirë për të varfërit dhe grupi i fundit ndihme ndaj dikujt në nevojë. Ne kemi edhe muajt islam, këto mësëmiri do na mësoj Ibrahimi. Muajt islam: 1. Muharrem, 2. Safar, 3. Rabiul Awwal, 4. Rabiul Akhir, 5. Jumadi Ula, 6. Jumadi Akhir, 7. Rajab, 8. Shaban, 9. Ramazan, 10. Shawwal, 11. Dhulqa'da dhe 12. Dhulhijja. Vazhdoj për ne muslimanët 5 kushtet. Kushti i parë është kushti islam, këto mësëmiri do na tregoj Eti. 5 kushtet e islamit: 1. Shpëtimi i shahadetit, 2. Falja e namazit, 3. Dhënia e zekatit, 4. Agjërimi i Ramazanit dhe 5. Shkuara në hax kush ka mundësi. Kushti i parë shahadeti. Shahadeti është kushti i parë në fenë islame. Kur thot "Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu", dhe në dy shqipe, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se pejgamberi Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Tij. Pas Eti tash ashe Zana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. Tani Zana dhe Semina fillojnë me një ilahie. Zdi qysh to
Pasi lahires tani Ami do na tregoj për faljen e namazit. Falja e namazit. Namazi është kushti i dytë i Islamit dhe falet 5 herë në ditë. Kohët e namazit janë sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe yacia. Namazi i parë ditor është namazi i sabahut. Ajo ka 4 rekat, 2 sunet dhe 2 farz. Namazi i dytë ditor është namazi i drekës. Namazi i drekës ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet dhe namazi i tretë ditor është namazi i ikindis. Ajo ka 8 rekat, 4 sunet dhe 4 farz. Namazi i katërt ditor është namazi i akshamit. Ajo ka 5 rekat, 3 farz dhe 2 sunet. Dhe namazi i fundit është namazi i yacis, i cili ka 13 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet dhe 3 salat i vitër. Çdo besimtar e ka për detyrë që ta falë namazin rregullisht dhe me përkushtim. Shumë e rëndësishme është që namazi të jetë pjesë e jetës sonë. Pas Amit falja e namazit, Ibrahimi na tregon si vlerë falja e xumas. Vlera e namazit të xumas. Namazi i xumas është shumë i rëndësishëm në Islam dhe dita e premte është dita më e bekuar. Ai është obligim për meshkujt dhe sjell shpërblime të mëdha, si falja me gatave nga një javë në tjetrën. Lënia e tij pa sy është gabim i madh dhe ndikon negativisht në besim. I dërguari Allahu Muhammed alayhi salam ka thënë: kush i lë 3 xuma radhasi nga pakujdesi, Allahu ja vulon zemrën. Pas faljes së xumas, ajeta fillon me leximin e asherit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah
shpallur nga Allahu dhe dërguar te profeti Muhammed a.s. përmes engjëllit Xhibril. Kurani përmban mësime për jetën, besimin dhe moralin. Vlera shpirtërore, të ndihmon të afrohesh nga Allahu, sjell paqe në zemër, forcon besimin dhe durimin. Ndarja e Kuranit. Kurani përmban 114 sure, 6666 ajete, sa i përket ajeteve të Kuranit. Sipas dietarëve ka vendime të ndryshme, sikur të thonë se ka 6236, 30 xhuze 114 sure. 86 ajete janë mëkase, janë të shpallura në Mekë, ndërsa 28 ajete janë medinase, janë të shpallura në Medinë. 6 sure janë të emërtuara sipas emrave të pejgamberëve: Surja Yunus, Surja Hud, Surja Yusuf, Surja Ibrahim, Surja Muhammed dhe Surja Nuh. Surja më e gjatë në Kur'an është Surja El-Bekare me 286 ajete. Surja më e shkurtër është El-Kaufer me 3 ajete. Fjala Allah në Kur'an është përmendur 2697 herë. Fjala Kur'an është përmendur vetëm 58 herë. Dhe në fund Kur'ani fisnik ka 6 faqe. Tash është me radhë me kushtin e tretë zekati, e cila të na tregojë Aida. Zekati është një prej 5 shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet, adhurim që i kushtohet Allahut të lartë madhëruar. Qëllimet dhe arsyeja e dhënies së zekatit. 1. Sprovë për besimtarin që supozon që e do Zotin. 2. Largimi sinis së kooperacisë nga besimtari. 3. Falënderimi Zotit për begatinë dhe pasurinë. 4. Eliminimi nga fërisë në shoqërinë muslimane. 5. Ngritja shoqërisë në të gjithë nëmit e jetës. Tani Ami do na tregojë për 6 ditët e muajit Sheval. Kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj agjeron edhe 6 ditë nga muaji Sheval është sikur ka agjeruar gjithë vitin. Kjo është sepse çdo vepër e mirë shpërblet tjetër. Pra, 3 ditë të Ramazanit është e barabartë me 300 ditë. Dhe 6 ditë nga muaji Sheval është i barabartë me 60 ditë. Që ditë se i bëjnë 360 ditë, sa një vit i plotë. Tani është nga Ibrahimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Para se të bëhet haq, bëhet umërja. Tani mësë mire të na tregojë Amari. Umrja, që është umrja? Umrja është një adhurim në fenë islame që kryen në qytetin e Mekas, në Qabe. Ajo quhet edhe haxhi i vogël sepse është e ngjashme me haxhin, por nuk është obligim. Rëndësia e umrës të ndihmon të afrohesh me Allahun, sjell paqe në zemër dhe forcon besimin dhe durimin. Si kryet umrja? 1. Tawafi, rrotullimi 7 herë rreth Kabes. 2. Sa'i, ecja 7 herë ndërmjet kodrave Safa dhe Marwa. Dhe 3. Heqja e flokëve në fund të umrës. Pas Amari do tregoj manesi për periudhën që jemi tash, vlerën e haxhit, edhe një muaj ndan nga koha e haxhit. Haxhi është një pelegrinazh në Mekë. Haxhi është kushti i 5 në Islam dhe ka 3 lloje.
El temetu, el kiran, el ifrat. El temetu, fillimisht bëhet umre pastaj hax. El kiran, umre dhe hax me në mjet. El ifrat, umre dhe hax në të njëjtin vit. Tani të lbirë bashkarisht. Lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, innel hamde wan ni'mete leke wal mulk la sharike leke. Lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, innel hamde wan ni'mete leke wal mulk la sharike leke. Lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, innel hamde wan ni'mete leke wal mulk la sharike leke. Tani anesi do na freskoj zemrat me një ilahi në këtë kohë. Kohë e haxhit. Kohë e haxhit kur vjen veni ven, sumzen malli zemrën ma vret, lotin se pret, lotin se pret. Kohë e haxhit kur vjen veni ven, sumzen malli zemrën ma vret, lotin se pret, lotin se pret. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. A nuk ka vend për mu në Mekë me shku, atin hamin me vesh, ftyra ime buzjesh, ftyra ime buzjesh. A nuk ka vend për mu në Mekë me shku, atin hamin me vesh, ftyra ime buzjesh, ftyra ime buzjesh. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. Qabe zemra të dom krenaria janë shumë miliona nife, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe të dom zemra krenaria janë shumë miliona nife, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. Qabe moje, bukur je, t'ka beku I mati zot, zemra ime është atje, për çdo vjete, për çdo mot. Tani Amari do na lexoj Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد قالوا قولوا الله أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Pas Asherit nga Amari dhe përfundimi I pjesës së parë, tani do na tregoj Ami dispozitat e shariatit.
Pas kësaj hyjmë në pjesën e dytë, pjesën e haditheve, fjalë të Muhamedit a.s. Hadith përfshin çdo fjalë, veprim, mira, tema apo cilësi të profetit Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. ka thënë: vërtet Allahu nuk shikon bukurinë e as pasurinë tuaj, por i shikon zemrat dhe veprat tuaja. Muhamedi a.s. ka thënë: lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos refuzoni. Muhamedi a.s. ka thënë: martohuni sepse unë do të mburret para popujve më shumë si tuaj. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa akimu al-wazna bil-qist wa la tuksiru al-mizan wal-arda wada'aha lil-anam fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam. Sadaqallahu al-azim. Muhamedi a.s. ka thënë: nuk respektohet ajo krijesë e cila i kundërbehet krijuesit Allahut. Muhamedi a.s. ka thënë: më i miri të likush është ai i cili është më i miri për familjen e tij. Kurse unë si toi jam më i miri për familjen time. Muhamedi a.s. ka thënë: friksohuni ka zjarri i xhenemi, qoftë edhe një hurmë sadaka. Muhamedi a.s. ka thënë: xheneti është në këmbët e nënës. Muhamedi a.s. ka thënë: largoni nga alkooli sepse ai është qelsi të këqijave. Muhamedi a.s. ka thënë: njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Muhamedi a.s. ka thënë: më i miri në mesin tuaj është ai që e lexon Kur'anin dhe u akson të tjerë. Për fund, një falënderim i veçantë për mështirinë e tetovës. Në krye në mështirinë doktor Selbet Gjemaili, sedi bashkëpunëtorëve dhe hoxhallarëve të nderuar, të cilët me përkushtim dhe sinqeritet kontribuojnë në edukimin fetar dhe në përcjelljen e vlerave të Islamit. Po ashtu falenderojmë nga zemra të gjithë pjesëmarrësit që me praninë e tyre e zbukuruan këtë ditë dhe e bën edhe më të veçantë gëzimin tonë. Lusim Allahun që kjo ditë e bekuar të mbetet një kujtim i bukur për ne dhe që Kurani të mos largohet kur nga zemrat tona. I dërguari i Allahut Muhamedi a.s. ka thënë: vazhdoni ta përsërini Kuranin, sepse pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ai harrohet më shpejt se deveja që lirohet nga litari i saj. Prandaj, le të mos mjaftojmë vetëm në përfundimin e hapjes, por lexojmë dhe përsërisim Kuranin çdo ditë, që ai të mbetet gjithmonë dritë dhe udhërrëfyes në jetën tona. Selam aleikum. Tani fillojmë me pjesën e fundit, me pjesën e tretë, pjesa e sureve. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil
شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين
العالمين الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. O Zoti Madhërisht, Ti që me vullnetin tënd absolut vendose që të krijosh këtë univers, dhe zbukurove këtë univers me tokën dhe tokën e zbukurove me njeriun, ndërsa familjen e zbukurove duke i dhuruar fëmijë. Ja sot, o Allah, këto fëmijë dëshmojnë dhe këto familje se janë në rrugën tënde. Andaj, o Allah, këtyre fëmijëve dhuroju që ndryshmëri ka shtitave të kësaj bote ashtu siç i dhurove Nuhit alayhis salam. O Zoti i Madhërisht, dhuroju këtyre fëmijëve në jetë urtësi, thellësi, mençuri, ashtu siç i dhurove Ibrahimit alayhis salam. O Zoti i Madhërisht, mbështete me këto fëmijë, mbështeti me moral të shëndosh ashtu siç pat Jusufi alayhis salam. Si dhe mbështeti nga ndihmë në karshi sfidave dhe të gjenerimeve, ashtu siç mbështeti Musa alayhis salam. Dhuroju Ti në fëmijëve butësi në zemër dhe falje, ashtu siç i dhurove Isait alayhis salam. Si do Allah përsosi në moral, ashtu siç i përsosur vula e gjithë pejgamberëve Muhamedi alayhis salam. O Zoti i Madhërisht, për hatën e Kur'anit Kerimit, na fal neve, fali gjithë ata të cilët kanë kaluar në botën tjetër, në veçantë ju Allah për hatën e Kur'anit Kerimit, të forcoj këto fëmijë në jetën e kësaj bote duke ju dhuruar shëndet dhe suksese dhe arritje në jetë. Si do Allah, ata të cilët nuk i ke gëzuar në fëmijë, dhuroju fëmijë që të shijojnë në bukurinë dhe mërsitë e kësaj jete. O Zoti i Madhërisht, Ti ke thënë se libri jot është dritë, andaj le të jetë dritë udhëzimin e këtij jetë, le të jetë dritë atë ditë kur do të jetë te iman para se me dhënë llogari, le të jetë dritë rrugës së Siratit, si dhe Allah, le të jetë Kur'ani arritje jonë për në xhenet, atje ku do të përfundojnë fjalët tua të Kur'anit, jetë edhe vetë strehimi jonë në xhenet e për Muhamedit alayhis salam. O Zoti i Madhërisht, na jep mirat e kësaj bote, botës së ahiretit. O Zoti i Madhërisht, na fal ne fali për i tanë dhe fali gjithë muslimanët për hatër të hatmës së Kur'anit Kerimit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walillahi ta'ala al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pacha mëshira dhe begatit e Zotit Madhërisht në qofshin mbi të gjithë ju. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit. Rrethë varë falenderojmë Hoxhën e nderuar Nuhit Fekigania për këtë dua të bukur, Zoti Madhërisht na e ka pranuar. Nderuari muftinisë dhe Dovës, Dr. Hafiz Sefer Efendi Xhamaili, shumë respektuar imam të nderuar hoxhallar nga fshati Miletin dhe nga fshatat përreth, të nderuar pasutar të fshatit Miletin, vëllezër e motra, mirë se keni ardhur të gjithë bashkërisht këtu në manifestimin me rastin e përfundimit të leximit Kuranit nga nxënësit e mektebit të fshatit Miletin, të cilët në përkushtueshmëri dhe me zell të lartë kanë ndjekur mësimet tek mualimi Arjan Efendi Airullahi. Pa mos u zgjatëm më tepër, lejoni që të falenderoj përgjithsisht mualimin për punën që ka bërë, të kiruar shëndet, si ashtu edhe këtyre nxënësve të cilët padyshim se jo kanë zbukuruar dhe kënaqur zemrat sot me këtë performancë të treguar. Atëherë, ja japim fjalën njeriu të kryesor i cili ka ndëruar sot këtë manifestim, muftiu të Dovës, Dr. Hafiz Sefer Efendi Xhamaili. Urdhani mufti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Të nderuar të pranishëm, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu, krijuesin e gjithësisë, i cili na mundsoi që sot në këtë xhami të bukur, mesin e këtij xhamati,
të ndjekim programin në rastin e përfundimit të leximit të Kuranit nga këto nxënës të mektebit të kësaj xhamie. Salavatet, selamet, përshëndetjen ja përcjellin pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili për ne është mualimi i parë i fjalës së Allahut xhaleshanuhu, që hall pas hallke në zinxhirin e mualimëve mbërrin deri te mualimat tonë në trojet tona, rastin konkret te mualimi i kësaj xhamie. I ndërori ima kësaj xhamie, i ndërori mualim, të ndëror kolegë hoxhallar nga rrethet të ndryshme, të nderuar vëllezër, të respektuara motra, shumë të dashur nxënës të mektebit të kësaj xhamie. Milioni fillimisht ju përshëndes përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut xhaleshanuhu qofshin mbi ju. Të nderuar të pranishëm, siç e ndoqët edhe ju, edhe ne bashkërisht, pra një program me rastin e përfundimit të leximit të Kuranit, pra ndryshe siç i themi bërjes së hatmes, nga një numër i nxënësve të këtij mektebi, dhe padyshim që në procese edukative arsimore, jo vetëm në xhami, por edhe jashtë xhamisë, edhe në sisteme të tjera, sa herë që kemi të bëjmë me procese edukative arsimore, ka të kyçur disa faktorë për të mërritur një sukses në këto fushë. Kështu që është i njohur në pedagogjia i trekëndshëm pedagogjik, mësues, nxënës, prind. Këto janë tre shtylla që nëse dëshirojmë të kemi sukses në fushë të arsimit dhe edukimit, patjetër të kemi bashkëpunim të ndërsjellë edhe të shpresojmë në sukses. Dhe jemi të bindur, mendojmë që këto nxënës që kanë mbërrit tek sukses, mendojmë që ka pak një bashkëpunim mes këtyre tre shtyllave, por në veçanti faktorët që kryesor janë vetë nxënësit, që Allahu xhaleshanuhu i ka falë të talentuar ashtu siç i forcollën me përgatitjet e tyre, por në veçanti kanë meritë nxënësit që në kohën tonë sotshme, dinamike, stresuese, moderne, postmoderne, me teknologjinë apo xhepa endërjastike kështu me radhë, këta nxënës kanë ditë që këtë lloje të njohjeve, të tërheqjeve që i kre fëmijët sot moderniteti në anë të ndryshme, kanë ditë të thonë stop atyre gjërave, dhe kanë ardhur në mektebin e xhamisë për ta mësuar fjalën e Allahut xhaleshanuhu xhalexhelalu. Andaj për këtë arsye do më lejoni pak që të drejtohem nxënësve në disa këshilla të veçanta, për arsye se ato na dhanë neve disa mesazhe, ne kemi bosh të kthejmë tash disa mesazhe. Prandaj të dashur nxënës, për pak minuta do më dëgjoni pak disa fjalë dhe o porosis që mos i harroni këto fjalë, për arsye se kur mbërrin moshën tonë ndoshta nuk kujtohet, po atëherë mund të jetë vonë. Njëherë ju keni marrë një sukses, jo çdo fëmijë ka sukses, jo çdo fëmijë di të lexojë Kur'an, por ju këtë moshë keni mësuar të lexoni fjalën e Allahut xhaleshanuhu, dhe për këtë do jeni falënderues ndaj disa. Një rreth parë do të jeni falënderues ndaj Zotit xhaleshanuhu, dhe sa herë që çoheni në mëngjes thuni elhamdulillah, shqyqir Zotit që na ka mësuar ta mësojmë fjalën e Tij, Kur'anin e Kerim, dhe një besimtare, një fëmijë, qoftë i rritur ose i ri, nëse është me fjalën e Zotit, din të lexojë, është i lidhur me fjalën e Zotit, kado që të shkojë, është i mbrojtur dhe nuk ka mundësi as gjin e as shejtan e as insan në formë shejtan, as shejtan në formë të insanit nuk mund t'i bëjë as një sen, për arsye se jeni të lidhur me fjalën e Allahut xhaleshanuhu. E dyta, falenderoni dhe respektoni prindët tuaj, t'i duni edhe më tepër, për arsye se ato janë shkaktarë që u kanë dërguar në xhami, u
u ka ndërpunë me këtë, dhe kur t'i jepet mundësia, shprehni minjojet tuja, t'i doni edhe ma shumë, t'i përqafoni edhe ma shumë, për arsye se u kanë dhënë, va kanë mundësu që ta mësoni fjalën e Zotit, u kanë dhënë një dhuratë madhe, që ndoshta këtë kohë nuk jemi të vetëdijshëm se çka kemi fituar. E treta, respektoni edhe t'i doni xhallarët e xhamisë tuaj, veçanti mualimin, për arsye se ma ka mësu fjalën e Zotit, kudo që të takoni në rrugë, mos kaloni pa i dhënë selam, pa e përshëndet, dhe gjithnjë ta kujtoni me mirënjohje dhe respekt, për arsye se u ka mësu edukatën islame, që është mbrojtje për jetën e kësaj bote dhe shpëtim për botën e ardhshme ahiret. E pesta, ju zonës të dashur, ishit të talentuar, mençur, e pam atë nga programi, dhe sigurisht ju do vazhdoni shkolla të ndryshme, dikush për ju do vazhdojë ndoshta të bëhet mjek, dikush mjekë, dikush arsimtar, dikush mund të bëhet pilot, inxhinier, dikush për ju mund të shkojë me medrese, që është një prej shkollave më të mira, për arsye se është akredituar medrese, që do të thotë prej medreses pastaj mund të shkojnë çfarë do lloj fakulteti që të doli. Në medrese keni një program jashtëzakonisht mirë, që e mësoni edhe fenë edhe shkencën, dhe ka do që të shkoni, çfarë do lloj drejtimi që të shkoni, mos i harroni mësimet që i keni mësuar me këtë, se ato, siç thamë edhe pak më para, janë mburojnë jetën e kësaj dhunjaje dhe shpëtim për botën e ardhshme ahiret. Dhe të nderuar prindër, ju si një faktori dytë në trekançin pedagogjik për të mërri mësime dhe suksese në këtë fushë, ju kujtoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një prind nuk mund t'i lënë pasuri më të madhe fëmijës së vet se sa morali, edukata, terbia e mirë. Të gjitha llojet e pasurive tjera mund të jenë kalimtare, mund të rriten edhe të shtohen edhe të zhduken, por terbia, edukata, morali, ata jo vetëm që këtë dynja janë efikase, por trashëgohen brez pas brezi, po edhe janë, si që thamë edhe më herët, janë shkak që shpëtojë njeriu në botën e ardhshme ahiret. Terbia është arti të shpëtuarit në botën e ardhshme ahiret. Prandaj, në kohën tonë sotshme, nuk mund t'ja lëmë këtë rol vetëm një njeriu, një individi, vetëm hoxhës, ose vetëm mësuesi, ose vetëm prindi vetë, nuk mund rrije sukses nëse nuk bashkëpunon me faktorë tjerë. Një poet arab thot një fjalë, e bashkë thot 1000 njerëz ndërtojshin, një prishte, ndërtimtari, mure. 1000 ndërtojshin, një prishte, dhe i mund të i fitonte ky që prishte. Si duke se sukses, nëse 1000 i prishin, një mundohet ndërtoje. Prandaj ju e shihni jemi të shpitar që shoqërinë tonë ka shumë faktorë që prishin. Lloj faktori ka që prishin. Prandaj nëse e lëm vetëm hoxha të ndërtoje moralin e një fëmiu, zabet është. Për arsye se ato faktorët tjerë që prishin, shumë më shpejt të keqe dhe të prishje mund të mërrijë njeriu. Një shtëpi e disa shkon për ta dreq, a për ta prish për sa kohë mund ta prish. Vini të dëgjojmë lajme në përbot që fëmia në shkollën fillore vret kolegët e vet, bën dëme të mëdha, shkatron, nuk di çfarë. Këto janë si pasoja, si rezultati asaj që e ka edukuar rruga, ose telefoni, ose në një çfarë e ka edukuar atë fëmijë. Pra, nëse çështjen e edukatës do ta lëmë mësdore, ta dini se aty ku ka shprastir, mos ndërtim të vlerave edukative, do vjen një tresh të ndërtojë atin atë personalitet, do të japë fëmijës një rrugë që pastaj do ja shohim sherrin të gjithë. Prandaj të nderuar të pranishëm, në kohën tonë sotshme, prioritet më të madh ka çështja e edukimit të fëmijëve. Ne si që merremi me organizimin e jetës fetare,
ju besimtarë që jeni në xhami. Ne, elhamdulillah, si besimtarë, si udhëheqës të xhamive, si që shifni infrastrukturat e xhamive i kemi më të mira për e krejtë. Ska as Turqia, as botën arabe kështu xhami të rregulluar. Nuk ka kështu. Ne edhe ka duhet më të largët xhamin e kemi diçka super të ndërtuar. Por, një gjë ka, duhet të vëmë prioritet ndërtimin e personalitetit të fëmijëve tonë përpara ndërtimit të mureve. Përpara ndërtimit të gjërave materiale, të vëmë prioritet ndërtimin e personalitetit të fëmijës. Për arsye se ma me rëndësi është të ndërtojmë njeriun se sa të ndërtojmë murën. E dini që muri kines është ndërtu, në atë kohë është ndërtu për të mbrojtë prej mongolve. Kina në atë vakët, para sa 1000 vjetë, murin kines e ka ndërtu për të mbrojtë prej mongolve. Pasi e ka ndërtu, brenda 100 vjetë, 3-4 herë mongolët e kanë deportu murit e kanë hinë kinë, kanë bërë zullume, kanë bërë luft. A e dini si kanë hinë? S'kanë mund të kalojnë murin kështu. Kanë hinë ka porta. Ka tërët, ka i ka tërët. Pse? Për arsye se rojet që kanë qëndru ati, i kanë shu, kanë qenë të korruptume, edhe kanë të përtu hish pa një rezistencë. Çka do thote, ato ndërtuar mure, po nuk kishin ndërtuar personalitetin e njerit vetë. Dhe muri kur një rol s'kishte, kaluan ato pse i gjetën rojet e korruptume. Prandaj, shumë më me rëndësi është të investojnë dhe të përqendroheni në edukimin dhe ndërtimin e personalitetit të fëmijëve tonë, a pastaj me rini të edukume, me moral të shëndosh, të gjitha llojet e mureve ndërtohen. Ajo është kollaj. Pse? Për arsye se kemi një rini të edukume me moral islam, dhe ai pasurinë e vete nuk do harxojë në haram, dhe ai mundin e vet nuk do harxojë në haram, kohën e vete nuk do kalojë në haram, se kemi edukuar që gjithçka t'i kontribuojë të mirës. Atëherë mundin ndërtojmë edhe xhamia, edhe mure, edhe pallate, edhe fabrika, edhe të gjitha. Mu për këtë arsye, çështja e edukimit është parësore, prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithat që e përmenëm për më para, se nuk mund t'i lash pasuri më të madhe fëmijës tonë se sa edukata e mirë. Dhe faktori tretë të ndërruar vëllezër, për me pas suksese në procesin edukativ arsimor, padyshim që është mësuesi, është edukatori, është pedagogi, është hoxha, mualimi, është një shtyllë kryesore në procesin e edukimit. Në rastin tonë është Arjan Efendiu që i përkushtuar me disciplinë, me vetdije, me përgjegjësi, ka qëndruar pranë nxënësit në mekteb dhe me durimin që më treguar ka arritur të mësojë të nxënës dhe krejtësisht në fund, normalisht që jam i bindur që kaq fëmijë nuk ka katollik militim, por ka shumë më shumë. Besoj që ka shumë më shumë. E kam parasysh, ju do thoni se ka migracion në Zhevedi, ka shkuar atje, ka shkuar këtu, po, e di, kretë zonat ka migracion, kretë zonat ka rënjë të nxënësve në përshkollë, po ka duhet të ketë më shumë, patjetër ka më shumë. Dhe çka do të them këtu? Duhet të përcjell një mesazh deri te prindërit. Ju lutem ju e prindërve që keni nxënësit këtu në mekteb, Allahu xhallahu t'ju shpërblen, ama ju prindër që nuk I keni nxënësit në mekteb, në qoftë se I doni fëmijën tuaj, a më merr mendja 1.000.000% që I doni, në qoftë se I doni fëmijën tuaj, jep në fëmijëve tuaj më të mirë, edukat, termie, mundësona që të edukohen edhe në aspektin fetar, shpirtëror. Ju do të shihni hajrin, edhe gjithë shoqëria do të shohë hajrin fëmijëve të edukuar. Në qoftë se ja mëson fëmijës tonë faljen e namazit, edhe në basi ndrojsh jetë të të vinë se vapët ty që e ke mësuar. Pse? Se çdo njeri që fal namaz, para se t'japë selam, do këndoje Allahumma rabbana ighfirli ve li walidayya ve lil mu'minina, do thotë. O Zot, mi fal gjunahet e mia, ve li walidayya, edhe prindërve mi. Ti ke ndru jetë, ke shku në ahiret, a
ama i fëmija kur falën në mas lutet për ti, thotë, edhe prindër më i falë me gjunave të Zot. Allahu fuqi plot ka thënë Kurani Kerim, ud'uni astajib lakum, bëni dua se unë do pranoj dua. Ka premtuar se i pranon duat tona. Prandaj kjo se ti dhe mësojsh fëmijën tënd, bibin tënd, besën tënd, do t'ja mësojsh faljen e namazit, krahas asaj që kur zu fëmijën tënd rrugën e drejtë, e ke lënë edhe një çek të hapur të sevapeve që edhe pasi kur është jetë të rrjedhin në adresën tënde sevap. Prandaj të nderuar vëllezër, këto fakte besoj që i keni parasysh edhe ju veçanti, ju që s'keni pas fëmijë me këtë, dërgoni sezonin e ashtë, hoxha ashtu, dërgoni nuk është vojë që ta mësojnë edukatën fetare islame. Duke përfunduar të nderuar vëllezër, pas pari uroj fëmijët që të kryej hatme. Për hajrin qoftë, Zoti xhaleshahu inshallah u mundson që të vazhdoni me leximin e Kuranit Kerim. Për ju hatme do të thotë përfundimi i leximit, por për ju është fillim për arsye se e keni mësuar rregullat bazë dhe mësimi dhe përmirësimi i leximit nuk ka fund, sa më shumë që të lexoni, aq më shumë do e përmirësoni edhe leximin e Kuranit. Për hajër juve prindërve që keni fëmijë këtu me këtë, Allahu xhaleshahu ju shpërblej për mbështetjen e fëmijëve tuaj që keni bërë, që keni edukuar, i keni udhëzuar për xhami. Allahu fuqiplot inshallah u shndron në sadaka të rrjedhshme, pra sadaka e xharie dhe urime dhe për hajër mualimit, janë efektiv, duke lutur Allahu fuqiplot që t'i japë forcë dhe energji që të vazhdojë dhe betej në edukimin e vëllezërve të ashëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të kishim lutur muftin të qëndrojë edhe pak më neve, në ndërkohë falenderojmë për të fjalë të bukura, Zoti t'ju shëndet. Me që jemi nga fundi i gjithë kësaj ceremonie, është koha kur ne do t'i ndajmë një mirënjohje për gjithë punën që ka bërë mualimi i nderuar Oriani Fëmijërullah. Mirënjohjen do t'ja ndajmë muftiu. Tash do të vazhdojmë me shpërndarjen e diplomave, njëkohësisht muftinia përveç diplomave shpërndan edhe nga një mushaf, si ashtu sa pas këtu pari ka edhe disa dhurata, ndoshta nga Këshilli i Xhamisë, ndoshta nga një xhamatli, si do të thotë Allahu xhelle xhelalu të shpërblen me të mirë ata që kanë bërë këtë punë të madhe. Tash do të lexojmë emrat si që do të vitë pranë diplomave. Amar Ermin Emini. Trilon Fatmir Abdurrahman. Edi Suad Bajrami. Ardi Kazmet Recebi. Anes Nusret Becedi. Ibrahim Minah Ayrullay. Semina Yetmir Mustafi. Zana Enes Ademi. Ami Ilir Abdurrahmani. Dhe Aida Shpenzim Mustafi. Kishte edhe një talebe tjetër, emri si kishte. Semra Mustafi, me thonë po ajo nuk gjendet këtu, momentalisht është në Gjermani, po ja vlen të përmendim emrin nga se ka mësuar bashkëkisht me të tjerët. Allah i shpërblet me të mira urime, mund të fillojmë me namazin e drekës.